Rikthimi i vëllezërve Donald Veshaj dhe Romeo Veshaj me programin e tyre të ri në platformën X Media ka sjellë menjëherë një val reagimesh dhe lajmesh të bujshme në showbizin shqiptar, që në episodet e para formati ka tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të energjisë, humorit dhe sinqeritetit që dy vëllezërit kanë sjellë në ekran. Për herë të parë, pas një periudhe të gjatë heshtjeje mediatike, Donaldi ka vendosur të flasë hapur për jetën e tij personale, duke ju përgjigjur pyetjeve të ndjekësve pa filtra. Një nga temat më të komentuara ishte padyshim marrëdhënia e tij me moderatoren Bora Zemani, një histori që prej kohësh ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut dhe mediave roz. Gjatë intervistës, Donaldi konfirmoi atë që fansat kishin kohë që e prisnin. Çifti është duke planifikuar të kurorëzojë dashurinë e tyre në martesë dhe madje shumë shpejt. Ai bëri të ditur se vera e këtij viti pritet të jetë momenti kur ata do të herrin hapin e parë drejt një jete të përbashkët si bashkëshor. Megjithatë, ajo që e bëri edhe më interesante rrëfimin ishte dallimi në vizionin e tyre për organizimin e dasmës. Me humor dhe natyrshmëri, Donaldi tregoi se ndërsa Bora preferon një ceremoni të madhe dhe madhështore, ai vetë është më i prirur drejt një feste intime, me një rreth të ngushtë prej rreth 20-25 të ftuarish. Ky kontrast ka sjellë diskutime të këndshme mes tyre, duke reflektuar edhe karakteret e ndryshme që i plotësojnë njëri tjetrit. Përveç planeve për martesë, aktori u ndal edhe te një tjetër temë e rëndësishme, zjarrimi i familjes. Ai pranoi se dëshira për të bërë prind është e fortë tek të dy, por theksoi se preferon që gjithçka të ndodhë në kohën e dur dhe sipas një rendi që ai e konsideron të rëndësishëm. Sipas tij, martesa mbetet hapi i parë përpara se të mendojnë për ardhjen e një fëmije. Do doja të bëhesha baba pas dasmës. Është diçka që e duam shumë dhe kemi në planet tona, por çdo gjë në momentin e vet. U shpreh Donaldi duke lënë të kuptohet se ardhmja e çiftit duket më konsoliduar se kur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.